Mjeku çudit botën. Hurma kaki shëroi në këto 4 sëmundje. Ja kush duhet i konsumojë menjëherë. Hurmat janë dietike, kanë një veprim antiinflamator dhe me përfitime për mbajtjen e yndyrës dhe ujit. Ky frut është një diuretik i shkëlqyer që mund të përfshihet në dietën tuaj. Hurmat përbëhen kryesisht nga uji dhe 16% sheqer i balancuar nga prania e fibrave, 2,5 gram për kile. Kalorit janë 65 për 100 gram, është i pasur me minerale dhe vitamina. Këto fruta janë të shkëlqyera për djegjen e yndyrave dhe sigurojnë trupit vitaminën C. Kanë një veprim antiinflamator me përfitime që mbajnë yndyrën dhe ujin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Midis vlerave ushqyese ajo që është parësore është prania e kaliumit, 170 mg për 100 gram, një substancë që jep hurmave vlera të shkëlqyera diuretike, veçanërisht nëse konsumohet esëll në mëngjes. Ngjyra e kuqe e ndritshme është për shkak të pranisë së beta-karotenit, ose pararendës i vitaminës A që shpesh quhet pasteli i natyrës, por nuancat e portokallit që i japin produkteve natyrale mund të ndryshojnë. Beta-karoteni në trup konvertohet në vitaminën A, një antioksidant i fuqishëm. Është vlerësuar se në 100 gram produkt të freskët do të gjeni 1,4 mg të ekuivalentit të vitaminës A. Gjithashtu, hurmat janë të mira për shëndetin e përgjithshëm dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të japë rezultate fantastike në rritjen e vlerave të shëndetit. Ulëntimet tregojnë se përfshirja e hurmave farzez në dietën tuaj do të japë rezultate të mira edhe për vlerat që ato bartin. Ato janë të pasura me vitamina, minerale dhe antioksidant. Ato përmbajnë ujë dhe gjithashtu elemente mineraleve dhe vitaminave të cilat i duhen me patjetër shëndetit tuaj të përgjithshëm. Duke konsumuar hurma ose kaki në dietën tuaj të rregullt, atëherë sigurisht që do të merrni rezultate të mira në nxitjen e përfitimeve të trupit dhe gjithashtu në mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Krahas shijes së tyre fantastike, hurmat mbartin vlera të jashtëzakonshme për shëndetin. Ato janë të pasura me vitamina, minerale dhe si antioksidant që përmbajnë ujë me shumicë, por edhe fibra, vitamina dhe kripra minerale. Falë përmbajtjes së këtyre substancave, hurmat u japin energji organizmit, mbrojnë sistemin imunitar dhe kanë aftësinë të përmirësojnë tretjen dhe të luftojnë lodhjen. Hurmat janë të jashtëzakonshme kundër stresit, kundër anemisë ose mungesës së oreksit. Në vendin tonë mund t'i gjejmë ato në lloje të ndryshme, siç janë hurma me fara dhe ato pa fara. Për fat të mirë, është shumë e lehtë për të bërë ndryshimin midis të dyjave. A i dini që hurmat mund t'i japin rezultate fantastike edhe në mbrojtjen e shëndetit të mëlçisë dhe mund të cilësohen gjithashtu shumë të mira për organizmin tuaj. Ndaj konsumit tyre në mënyrë të rregullt brenda dietës suaj, do të jetë një mundësi e shkëlqyer për mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu edhe të mbani larg komplikacionet e tyre. Konsumi i hurmave, sidomos gjatë sezonit të tyre, do të japin edhe rezultate të mira për organizmin. Frutat ushqyes, si hurmat, janë të lehta dhe laksative dhe diuretike. Ato janë të pasura me kripra minerale dhe veçanërisht me kalium thelbësor për ruajtjen e lëngjeve në qelizat. Gjithashtu, shquhen për sasinë e lartë të vitaminës C, veçanërisht te frutat shumë të pjekura. Kur ajo është e papjekur, është e pasur me tanine të cilat japin një shije të hidhët. Në fund të procesit të pjekjes, tanina zvogëlohet ndërsa sheqernat rriten, duke i dhënë gjithashtu hurmës një shije tipike. Të gjitha këto përfitime mund të jenë të dobishme nga ata personat që vuajnë nga anemia. Janë të shkëlqyera për kolesterolin. Hurmat mbrojnë zemrën tonë dhe ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Të pasura me antioksidant, me fibra dhe minerale, ato parandalojnë arteriosklerozën koronare dhe ndërlikimet e saj. Përveç kësaj, falë flavonoidit të quajtur astraglin që përmban, redukton presionin e gjakut dhe ndihmon ata që vuajnë nga hipertensioni. Kjo do të thotë të kesh një zemër më të shëndetshme. Hurmat gjithashtu janë një mik i çmuar për ata që vuajnë nga kapsluk ose koliti. Në fakt, ato ndihmojnë në rregullimin e funksioneve të zorëve.
Përmbajtja e lartë e fibrave 2.5 për 100 gram e bën atë një ilaç të jashtëzakonshëm kundër kapsllëkut dhe mbajtjes së ujit. Në fakt, fibrat janë të çmuara për të rivendosur florën e zorëve dhe për të ndihmuar në ruajtjen e një mikrobiome të shëndetshme. Gjithashtu hurmat janë të mira edhe kundër kapsllëkut. Nëse vuani nga kapsllëku ose edhe mbajtja e ujit, rekomandohet të merrni një hurm për mëngjes. Kur trupi është më i pranueshëm në këtë rast preferohet ato të pjekura mirë dhe gjithashtu edhe pa lëkurë. Nëse vuani nga koliti. Nëse vuani nga koliti, hurma duhet të konsumohen në mëngjes, por duhet të jenë edhe ato të pjekura mirë, në mënyrë që të merrni përfitimet e tyre dhe për të mbajtur larg komplikacionet e shëndetit. Hurmat konsiderohen si një frut i mirë i kësaj stine, por është më mirë që t'i shtoni ato në mënyrë të rregullt në dietën tuaj dhe gjithashtu të mos e teproni. Hurmat ndihmojnë me tretjen dhe gjithashtu në lehtësimin e problemeve të jashtëqitjes. Në fakt, hurmat kanë aftësi shumë të mira laksative dhe ndihmojnë në jashtëqitje për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave. Por nëse ato konsumohen të papjekura mirë, për ato të pasura me tanine janë të dëmshme për këtë proces. Nëse konsumohen të pjekura, ato mund të jenë gjithashtu mjaft efektive në trajtimin e konstipacionit, forcojnë imunitetin dhe sigurojnë energji të mira për organizmin. Hurmat janë të pasura me vitaminën C, e cila njihet për vetit e saj në mbrojtjen e imunitetit. Nga ana tjetër, ato përmbajnë sasitë e lartë të ujit, sheqerit, vitaminave dhe mineraleve. Sasia e lartë e karbohidrateve të hurmat i bën ato të dobishme me përfitimet e energjive të nevojshme për organizmin. Hurmat janë të mira për personat të cilët kanë probleme me anemin. Në fakt, efektet e tyre thuhet se mund të stimulojnë prodhimin e rrwazave të kuqe të gjakut si dhe prodhimin e hemoglobinës, në saj të shtimit të përthithjes së ekurit në zor përmes ushqimeve, duke çuar kështu në përmirësimin e shkallës së anemisë. Janë të mira kundër lodhjeve, stresit dhe problemeve kardiovaskulare. Është parë se hurmat kanë efekte pozitive në përmirësimin e lodhjes dhe stresit psikologjik. Rrjedhimisht, si pasojë e efekteve të tilla pozitive, mendohet se ato ndihmojnë në përmirësimin e sëmundjeve kardiovaskulare, në të cilat njihen edhe për faktorë shkaktarë si dhe stresi. Reduktimi ka çuar edhe në një sër problemesh të tjera të trajtohen në mënyrë më të lehtë. Hurmat janë të mira për shëndetin dhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt dhe brenda sasive të lejuara sigurisht që do t'jap efektet e tyre shëndetësore, por ka disa raste kur nuk duhet i konsumoni ato. Mos i konsumoni kurrë hurmat me stomakun bosh. Kur jeni të urritur, stomaku sekreton më shumë acid të tretjes. Hurma ka disa substanca që nëse bashkohen me acidet e stomakut mund të formojnë gur, ulçër, probleme të brendshme dhe probleme serioze me stomakun. Mos konsumoni shumë hurma në të njëjtën kohë. Hurmat përmbajnë shumë karbohidrate dhe konsumi i tyre në sasi të lartë shkakton ndikime negative për dhëmbët, nivelet e sheqerit në gjak, por edhe te oreksyin. Përveç kësaj, taninat e hurmat mund të ndikojë edhe në thithjen e elementeve si kalciumi dhe magnezi. Mos i konsumoni hurmat së bashku me frutat e detit. Taninet e hurmat mund të bashkohen me proteinën kalciumin duke formuar një mbetje në stomak. Kjo përbërje stimulon organet e tretjes si stomaku, zorët dhe shkakton kapsllëk dhe fenomene të tjera të ngjashme. Mos i konsumoni hurmat e pabëra me lëkurë. Disa prej nesh parapëlqejnë konsumin e hurmave me lëkurë, por lëkura e saj ka një shije tanine që mund të krijojë probleme me stomakun, prandaj këshillohet që ta hiqni atë. Por kush nuk duhet të konsumojë shumë hurma? Të gjithë ata që vuajnë nga anemia nuk duhet të konsumojnë shumë hurma, pasi mund të ndikojnë në thithjen e ekurit. Personat me diabet, pasi hurma ka shumë sheqer. Personat me gastrit kronik, keqtretje dhe probleme të aparatit tretës nuk duhet t'i konsumojnë në sasi të tepërta. Gjithashtu është e rëndësishme t'i konsumoni brenda normës dhe nëse vuani nga probleme të caktuara të konsultoheni më parë me mjekun tuaj përkatës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.